kufizojnë zgjedhjet. Sot, para jush, do të paraqes vizionin dhe programin e Partisë Demokratike për Kulturën. Situata e kulturës shqiptare është më keq se në çdo pushtim që mund të ketë patur Shqipëria. Në mafia politike në pushtet, për arsye mafioze dhe antishqiptare, ka shkatruar të gjithë infrastrukturën që ekzistonte dhe që ekziston në çdo kryeqytet të botës për artin dhe kulturën, përveç teatrit, operës dhe baletit. Rrafshimi i teatrit kombëtar në një akt genocidal ndaj kulturës kombëtare. I njëjti fat me kinemat, me teatrën e fëmijëve dhe institucionet tjera të kulturës janë dëshmi e qëndrimit përçmues të narko eksponentëve ndaj kulturës shqiptare. Buxheti për kulturën është buxheti më qesharak. Trashëgimia kulturore është objekt agresioni barbar të gjithanshëm nga mafia shqiptare dhe ndërkombëtare. Shqipëria është një nga vendet më të pasura në botë në trashëgimin kulturore. Ajo po përfundon në partneritetet mafioze dhe shkatrimtare për këtë pasuri. Artistët janë sot njerëzit më të braktisur, më të pambështetur. Jeta artistike